Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku për të ndarë informacionet e këtij mëngjesi. Si gjithmonë në fillim do t'ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave dhe portaleve online dhe më pas nëpërmjet telefonit tonë të përbashkët me zëra qytetarësh plotësojmë tablon e informacioneve në fillimin e kësaj dite të re. Gazeta Panorama sjell tituj të raportimi në kuvend, nga rasti McGonigal tek afera e portit, përgjigjet kreu i strukturës posaçme antikorrupsion. Hetimet në Ballukut. Altin Dumani raportoi dje në Komisionin e Ligjeve për veprimtarinë e SPAK-ut gjatë vitit 2024. Para deputetëve ai foli për goditjen e krimit, pastrimin e parave dhe korrupsionin e pushtetarëve. Deputeti demokrat Belind Kolliçi theksoi se nga energjetika tek autoriteti rrugor shqiptar, të gjitha drejtoritë e Belinda Ballukut janë nën hetim nga SPAK-u. Ai kërkoi Altin Dumanit përgjigje për 10 zyrtar të akuzuar për korrupsion. Sulmi ndaj News 24. Kallas, Bashkimi Evropian po monitoron zbatimin e vendimit të gjykatës që i jep të drejtë medias. Letra, diplomatia e Bashkimit Evropian, të respektohet liria e gazetarëve, reagon Tabaku. Shteti, pasi e shembi para 3 vitesh dhe godina nuk ekziston, tani vendos Prestige Resort gjobën prej 4 milion euro. Gjoba ndaj Prestige për godinën që nuk ekziston. Deputeti Eno Bozdo, hakmarrje politike ndaj një grupi mediatik të pavarur. Kërkesat, nga kamarierët te juristët, tregu shqiptar kërkon mbi 6.900 punonjës. Listat e reja në 4 qytete, pronarët që kompensohen financiarisht. Një opinion nga profesor Edmond Panariti mban titullin Presidenti Trump dhe arkitektura e re e paqes. Nga Xhevat Mostafa, çfarë mbart dhe shpreh përqindja e ulët e votuesve. Nga Ardian Bushi, drejtësia e pambrojtur. Edicioni 64, Festivali i Këngës në Radio Televizionin Shqiptar, shpallen artistët garues. Një dosje sjell tituj të 2 dënimet dhe ndarja nga familja. O i kënaqur o të vrava. Si u kundërvu diktaturës shkrimtari Astrid Delvina me 1967, janë në tituj që vinë në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf në faqen e parë titujt, politika në Shqipëri dhe Kosovë nuk mendon për të ardhmen, po për zgjedhjet e radhës. Ky është titulli një speciale nga Abdullah Begolli dhe Xhafer Murseli. Pozita e dobët gjeopolitike, mungesa e miqve të vërtet, varësia ekonomike dhe shpopullimi dramatik janë plagë më të ndjeshme të kombit shqiptar sot. Kemi nevojë për udhëheqës të vërtet që mendojnë për shekuj, jo thjesht kukulla elektorale që mendojnë për 2 apo 3 mandate. Në 35 vitet e fundit në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë Shqiptare dhe Malizi, qytetarët kanë ikur nga vetja, nga toka dhe gjua prej politikës tradhtare. Në demokracinë shqiptare u shitën ujrat, minierat, energjia, portet, toka bujqësore dhe u zëvendësua dinjiteti i shtetarit me servillat dhe të korruptuarit. Në Shqipëri shikoj vetëm të moshuar me syt nga dera, ekskluzive me këngëtaren Alida Hisku. Më vjen të qaj kur shikoj të rinj shqiptar me universitet që punojnë në ndërtim, bujqësi, blegtori, pjatalarës në Gjermani. Unë i ka shpejt në emigracion në kushte të vështira nga malet, por situata sot ka ndryshuar, ndaj qeverisë shqiptare duhet të ideojnë politika ekonomike për kthimin e të rinjve në atë dhe. Me këto të ardhura, rinia nuk mund të krijojë familje dhe çmimet në Bregdet janë shumë të larta, më të larta se në Francë apo Spanjë. Gjermania nuk është më ajo parajsa e para 30 viteve që punoje, fitoje dhe kurseje, pasi sot taksat janë të larta dhe për ata që punojnë. Nga Gimnesho, ish ambasador në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, votohet opinioni me titull Fasada për zhvillimin e Shqipërisë. Nga Jovan Bizhyti, të pathënat që dinte Ramiz Alia. Kryeministri Rama, rekord vizitorësh në sitet kulturore për vitin 2025, inteligjenca artificiale, mundësi për zhvillim të shpejt. Akademik Anastas Angjeli, 3 mendjet e shquara që shpjeguan rritjen, Nobel i ekonomisë 2025 dhe revolucioni i ideve për progresin. Mbetjet toksike, kontenjerët me mbetje toksike të kurum vetëm pak metra larg banesave, banorët në alarm, po na helmojnë. Kapitullimi i drejtësisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian rrethojnë Këshillin e Lartë të Prokurorisë.
2 muaj monitorim total. Fati i zyrtarëve në duart e amerikanëve. Struktura e posaçme antikorrupsion, letër porosi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për çështjen McGonigal. Prokuroria, sistemi në kolaps, kodi penal i pavlerë. Babai i Llagamit, ish kryetare së Këshillit të Lartë Gjyqësor, mori $3 milion kompensim për 3 vite. Qytetarët presin 20 vjet për drejtësi. Sociale, dosja e zezë e Abi Bank, lidhjet me mikrokredit që vodhen qytetarët dhe milionat në vendet offshore. Alarmohet Bashkimi Evropian, krivsa amnistohet për abuzimet me IPARD-in. Dosje dhe histori, hakmarrja politike ndaj intelektualëve, sistem i qeverisjes komuniste me nenin 55 të agitacionit, ja lista me emrat e shkrimtarëve, poetëve dhe gazetarëve të dënuar. Nga siguria të investimi, Alpsik mirëpret media në mjediset moderne në Downtown One, ja vizionit të ardhmes së sigurimit. Mozaik dhe aktualitet, Afrodita Bufej, mendimi filozofik dhe krijimi muzikor i Friedrich Nietzsche. Rajna Kovaci, shoqëria jonë vazhdon të prodhojë dhunë dhe dhunues. Mjekësi, ulja e funksionit të tiroidës dhe pasojat, kura për mëlçin, zemrën, qarkullimin e gjakut, rufën dhe prostatën, janë tituj që vinë në faqen e parë të gazetës Telegraf. Kalojmë tani te gazeta Dita, në faqen e parë si shkrimet korrigjim, jo shbërje. Ky është titulli një analize nga Adrian Thano. Një koment pas deklaratës së djeshme të kryeprokurorit të posaçëm për mbarimin e një koshëm të mandatit për 11 antar të trupës së strukturës posaçme antikorrupsion. Vakumi që nuk duhet të rrezikojë vazhdimsinë. Trupa aktuale ka merita të padiskutueshme në çmontimin e bandave, por hetimet me 2 standarde ndaj politikanëve dhe rrjedhjet e informacionit cënojnë besimin publik. Situata në radio televizionin shqiptar, miliona borxhe dhe parazitizëm, dëgjesa në kuvend kthehet në vajtim për televizionin publik. Çfarë u prezantua nga Këshilli Drejtues i Radio Televizionit Shqiptar të martën në raportin vjetor të gjendjes së transmetuesit publik para Komisionit për të Drejtat e Njeriut dhe Mjetet e Informimit Publik. Rajoni, dron në qiell, tension në tokë. Traziret mes Kosovës dhe Serbisë janë rritur. Kosova po forcon kapacitetet mbrojtëse, përfshirë dron nga Turqia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Apel për mungesën e arbitrateronit dhe përgjegjësitë për këtë neglizhencë të pafalshme. Ky ilaç që përdoret në trajtimin e kancerit të prostatës në fazë të avancuar është pjesë e listës së barnave të rimbursueshme nga shteti, një mungesë jo thjesht teknike. Raporti, shtëpitë të moshuarve pa psikiatër dhe ilaçe, 45% kanë nevojë për trajtim. Kontrolli i lartë i shtetit konstaton probleme serioze në trajtimin shëndetësor të moshuarve në institucionet rezidenciale. Situata në Kosovë, qeveria, kush hyn në matematikat e Kurtit? Çështja Pacolli, tjetër trazim në aeroportin e Vlorës. Përkthimi, nobelisti i letërsisë në tregun ton apatik dhe pa mbështetje shtetërore. Ana e pasme e fasadave të qendrës historike të kryeqytetit rrethuar me kulla. Kuriozitet, a shkurtohemi vërtet duke u plakur? Rubrika e shëndetit, kujdes me sasinë e arrave gjatë ditës, janë shkrimet që vinë në faqen e parë të gazetës Dita. Kalojmë tani në disa prej gazetave dhe portaleve online. Fillojmë me gazetën Ekspres që del në Prishtinë, pas nënshkrimit për gazën e Egjipt, Departamenti Amerikan i Shtetit e shpërndan grafikën me luftrat që ndali Trump, edhe Kosova dhe Serbia aty. Nuk ka arsye votuesi i Partisë Demokratike të Kosovës me votu Çekun, një parti që u ndërtu duke shajt Thaçin. Shprehet Ilir Merena në emisionin Pressing i cituar në gazetën Ekspres. Bajqinovsi, ta shohim a i kemi numrat. Rexhaj, nëse nuk e bëjmë ne qeverin, shkojmë në zgjedhje. Votuesit e Partisë Demokratike të Kosovës nuk do t'jenë të orientuar nga partia. Burim Ramadani do jetë goxha përcaktues 3.000 votëshi i Bek Berishës. Pas ndeshjes Serbi-Shqipëri, një tifoz serb sulmoi familjen shqiptare në Zvicër. Rama uron kombëtaren për fitore me Jordanin.
janë shkrime që vinë në gazetën Ekspres. Gazeta Kosova Sot vjen paralajmërimi. Për shumicën e komunave, fitoren e përcakton balotazhi, kështu shkruan analisti Skënder Molliqi. Pjesëmarrja nga qytetarët në këto zgjedhje ishte e ulët për shkak të pakënaqësive, shkruan analisti Xhevat Meha. Zgjedhje pa fitues, thellohet fragmentimi politik në Kosovë. Kurti, plani ynë është qeveria Kurti 3, nëse nuk ka, jemi të gatshëm për zgjedhje. Gërvalla, guxosh për shqetësim për manipulimet që janë bërë në zgjedhjet lokale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është përmbyllur numërimi votave nga vendvotimet për kryetar. Fatmir Sheholli përfundon në qendrën spitalore universitare të Kosovës. Policia e Kosovës, 30 persona janë vendosur në mbikëqyrje me byzylyk elektronik, janë shkrimet që vinë në gazetën Kosova Sot. ABC News Albania është portali që sjell shkrimet në rubrikën politikë. Binaj, kandidati i pavarur blu. Çupi, përdoret nga demokratët si i dy fisht. Zgjedhjet, vendimi i gjykatës kushtetuese, Çupi, pezullimi i dekretit presidentit antikushtetues. Manastirliu bashkëbisedim me pedagogët. Bashkia e Tiranës do jetë kampione e paktit për universitetin. Në rubrikën aktualitet vinë shkrimet gara për Tiranën, analisti Nura, opozita pa alternativë dhe strategji. Prokurorët e Spakut janë shantazhuar nga grupet kriminale. Karamuqo kanë marrë kërcënime serioze për jetën. Monopatinat, kamikazët në rrugë, Zaloshnja, të shtohen fushatat televizive për edukimin e përdoruesve të rrugës. Zjarr në pyllin e hidrovorit në Novosel, përfshihet sipërfaqe me shkurre dhe kullota. Tiranë Durrës rifillojnë punimet, do kryen gjatë natës. Autoriteti rrugor shqiptar përdorni rrugë alternative. Ishull Lezhë përfshihet nga flakët magazina një lokali, janë shkrime që vinë në portalin ABC News Albania. Kalojmë tani tek Start News. Rritja ekonomike e Shqipërisë. Fondi Monetar Ndërkombëtar ul ndjeshëm parashikimin në 2025-ën, e çon në 3.4%. Situata te onkologjiku. Partia Demokratike kërkon mocion me debat në kuvend. Pacientët në luftë për mbijetesë. Kërkon komision hetimor edhe për 11 majin. Premtimi për heqjen e roaming me vendet e Bashkimit Evropian. Çfarë pritet të ndryshojë në 2026-ën? Vjelja e ullirit në 2025 nis me prodhim më të ulët. Pritet deri në 50% më pak në disa zona. Aktualitet, kreu i SPAK 5 orë të ligjet. Nuk do të rikandidoj. Dumani, jemi kërcënuar, sulmet ndaj nesh frymëzojnë krimin. Në 2024 sekuestruam 65.5 milion euro. Banka Botërore, afro 40% e popullsisë në Ballkan jeton jashtë vendit. Ekspertët, problem ike e të rinjve dhe mungesa profesionistëve. Drejtuesja e Instat, Elsa Dhuli, censi i bujqësisë do të nisë në vjeshtën e 2026-s, kosto e ambulimit 920 milion lek. Heroi Velipojës, punonjësi OSSH Arjan Kraja, ndron jetë pas 3 muajsh në koma, shpëtoi 2 fëmijë nga mbytyja. Rritet papunësia tek të rinj, rreth 19.000 persona me arsim të lartë janë të papunë. Ekonomi, Autoriteti Rrugor Shqiptar njofton planin e ri të menaxhimit të trafikut për autostradën Tiranë-Durrës, bllokimi natën nga ora 23 deri në 6 të mëngjesit. Nga siguria të investimi, Alpsig mirëpret media në mjediset moderne në Downtown One. Ministria e Financave publikon shifrat. Të ardhurat për 9 mujorin arritën mbi 562 miliard lek. Seiko, tërhoqëm 974 milion euro nga tregu gjatë vitit 2024, vijuam me ritme të ngjashme edhe në 2025. Politik, Besnik Brahimi merr zyrtarisht mandatin e deputetit në kuvend, zëvendëson Tom Doshin në Shkodër. Ministri i Drejtësisë nis lëvizjet, kush është kreu i shërbimit kontrollit brendshëm, apartamenti shitet e 10 persona, lamallari, noterët do të verifikojnë çdo leje. Forumi i investimeve, qeveria hap dyert për inovatorët. Rama, do krijojmë akseleratorin e inteligjencës artificiale. Rama zbulon shifrat rekord, me 1.250.000 vizitorë në sitet tona kulturore. Partia Mundësia shkres Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kërkon seli pas zgjedhjeve të 11 majit. Skandali, Ina Zhupa denoncon, Vija Egnatja që ka shkatruar me miratim nga Instituti i Trashëgimisë Kulturore.
Në rubrikën opinion, kandidati pavarur, kur opozita pranon maskën. Pushteti s'ka më nevojë për shkopin, shkruan Arian Galdini. Nga Qamil Dika vjen shkrimi cilësia e jetës që duhet t'i ofrojmë pacientëve terminal. Premium Clinic ofron shërbimin me profesionalizëm dhe përkujdesje maksimale. Nga Pal Nikoli, kriza e cilësisë së jetës. Në rubrikën kultur, promovimi i romanit Kronikat e mjegullës në gjermanisht, në Frankfurt, në 17 tetor në konsulatën e Kosovës, në 18 tetor në panairin ndërkombëtar të librit. Vajza e kryeqytetit promovohet libri më i ri i Bislim Ahmetajt, përmbledh 3 novela ku ndërthuren dashuria, kujtesa dhe kthimi në origjinë. Eurovision 2026, EBU shtyn vendimin për Izraelin, disa vende kërcënojnë me bojkot. Rajoni hyn në fuqi tarifat e Trump për drurin dhe mobiljet, preken edhe tregtarët e Kosovës. Presidenti Osmani dha 15 ditë afat. Albin Kurti ende kemi nisur diskutimet me partitë për formimin e qeverisë së re. Zgjedhjet lokale përfundon numërimi në disa komuna në Kosovë. Ja kush kryeson, janë shkrime që vinë në Start News. Kalojmë tani tek gazeta Tema. Përgjet Pacolli në netim nga Prokuroria e Tiranës, shërbimet partnere nxitën lëvizjen. Olsian Çela zbulon skandalin. Prokurorët ankohen nëpër ambasada për vendimet e apelit. Gjykata e lartë i hedh benzin zjarrit. Arsyet e sindromës së distancimit të Berishës nga Tirana. Damian Gjiknuri, a do ketë spak fatin e dinozaurit? Altin Dumani, meraku im i vetëm është çështja McGonigal, Altin Dumani, janë kryer hetime të shumta në Shqipëri, presin përgjigje nga autoritetet e huaja. Çmontimi i grupit kriminal të Visit të Pojës dhe akuzat për dekonspirim. Altin Dumani, policia e shtetit e ka për detyrë t'i arrestoj, ne vetëm firmosim. Altin Dumani jep dorëheqjen e parakoshme dhe ngre alarmin. Spakun e pret kaosi në 2028. Dështuat me task force-ën për krimin zgjedhor. Dumani a thot në sy Bylykbashit, të kam çuar prokurorët në mes të natës. Shpërthejnë Mehmet në rrjet për pasportës së Farim Alliut në emision. Ukrainë, 290.000 raste braktisje dhe desertimi gjatë luftës. Shqipëria me 19.000 të papunë me diplom, mungojnë profesione teknike. Rusia paralemëron për deportimin masiv të rusëve nga Letonia. Më dhem koka nga këta lojtarë që kam, Silvinjo, kombëtarja është dere hapur për çdo lojtar. Akuzat për spionazh për Izraelin dhe Francën, Irani dënon çiftin francez. Ivi Kaso, Shqipërisë i duhen 98 bashki. Ky është varianti i Partisë Demokratike. Pas armpushimit, Hamasi fillon ekzekutime masive të njerëzve të dyshuar për tradhti. Një optimizëm paradoksal lind në Izrael dhe Gaza. Theu rekordin si lojtari me më tepër ndeshje në kombëtare. Hysej, momenti më i bukur i jetës sime. Formula e Ukrainës për paqe, më pak bisedime, më shumë armë. Editoriali shkruar nga Merobazen me titullin Republika e Spakut nuk mund të ankohet për liritë e Republikës së Shqipërisë. Antena brenda familjes. Muli shpjegon pse duhet mbështetja e Faros për Florin. Janë shkrimet që vinë në gazetën Tema. Gazeta kalojmë tani tek Alfa Press. Marrëveshja Itali-Shqipëri për emigrantët, investigimi, miliona të shpenzuara por pak rezultate. Ish prokurori i Beci, paradoks që SPAK jep llogari para deputetëve që mund të jenë subjekti i hetimit, duhet rregulluar në kushtetut. Domani u heq merakun deputetëve të Partisë Demokratike. SPAK po heton gjykatësen Irena Gjoka. Domani flet për dosjen McGonigal, po kryejm hetime, presim edhe ndihmën juridike nga organet gjyqësore të huaja. Po presim përgjigjen. Për portin e Durrësit ka filluar procedimi penal. Domani në kuvend, për ekoparkun hetimet janë drejt përfundimit. Presionet nga politika, domani, kemi dhënë shenja se s'na interesojnë emrat, profili apo fuqia financiare. Task forca për zgjedhjet e 11 majit. Domani kemi marrë seriozisht çdo kallëzim. Prokurorët kanë shkuar edhe në mes të natës. Debatën në gjyqin për sterilizimin, ironizon Beqaj, nevojitet një diella, duhet të ble akuzën me lek. Deputeti i Partisë Demokratike Koreshi shpreh dëshirën që të puthë Edi Ramën, Ulsi Manja, nuk e arrin dot. Na mori malli, ku është kryeministri ta puth, ironi dhe batuta në komision.
Fariu Balliu, Partia Demokratike bëri zgjedhje të shkëlqyer me Binajn, qoftë nga talenti, fiziku, është i Reagan dhe Schwarzenegger, janë shkrime që vinë në portalin alfapress.al. Faktor.al është portali tjetër, presim që të hapet interneti nga dalë në mëngjesin e sotëm. Analisti Lita, prokurorët e Spakut u morën në pyetje nga deputet që janë vetë në hetim. Dumani, Spak po heton vjedhjen e fondeve të Bashkimit Evropian për fermerët. Të kam quar hetues dhe prokuror në mes të natës. Dumani i përgjigjet Bylykbashit. Çështja me McGonigal, Dumani, janë kryer hetime të shumta në Shqipëri, presi përgjigjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Blejnë kokainën nga Amerika Latine. Dumani hap kartat. 16 grupe kriminale shqiptare operojnë në disa shtete të Bashkimit Evropian. Erdogan përjashtoi Netanyahu nga tryeza e paqes në Egjipt. Kërcënoi Trump se do kthehej pas. Dosja bankers në Spak. Hetime për ish deputet dhe Raiffeisen Bank të përfshirë në mega aferën korruptive. Janë shkrime që vinë në portalin faktor.al. Kalojmë tani tek portali tjetër, Publik, është emri i portalit. Kristian Shkreli e ka kthyer bashkinë e VAUTD-s në bankomat. Është titulli i një shkrimi në këtë portal. Blushi 30 pyetje Dumanit. Ja ku i ke provat, pse nuk i heton? Vazhdo, fjalët e fundit të gjyqtarit para ekzekutimit. Dyshimet ruse, Begjet Pacolli në hetim për aeroportin e Vlorës. Korrupsion në tjetër nivel, në Rinas nuk të ndalon ligji, por çmimi. Të gjitha drejtoritë e Ballukut në hetim nga Spaku. Po ministrja? Shqipëria poker golash me Jordanin. Dumani mbyll syt për rastin Aruba, nuk e njoh si çështje. Si mund të përfitojë Kosova nga deliri i Donald Trump, është një shkrim nga Ben Blushi. Arlinda e qefeve në jahte, virgjëresh e korrupsionit. Ndalimi i skuterave, parodi. Kompania Bin vijon punën. Pas vrasjes së gjyqtarit, apeli e kalon sigurinë në duart e femrave. Ministra Djella zbarkon në gjyqin e ish-ministrit Ilir Beqaj. Zbardhet dinamika, si u qëllua brenda sallës gjyqtari Astrid Kalaja, janë shkrime që vinë në portalin publik në mëngjesin e ditës së sotme. Kalojmë tani tek Bold News, marrëveshja Itali-Shqipëri për emigrantët, investigimi, miliona të shpenzuara, por pak rezultate. Monopatinët, të vërtetat që morën me vete gjyqtarët e vrarë për çështjen e pronave. Pse u vra Konomi dhe Koçi? Korrupsion në komisariatin e Rinasit. Polici filmohet duke marrë rishfet. Kritikat e Ramës, dosja e Kopark, aferat e qeverisë dhe zgjedhjet. Altin Dumani raporton tek ligjet. Shtëpitë të moshuarve pa psikiatër dhe ilaçe. 45% pacientë të patrajtuar janë shkrime që vinë në agjensinë e lajmeve Bold News. Gazeta Koha Jon në versionin e saj online, skenarët zbulojnë rivalet e mundshëm të Shqipërisë në play-off të botrorit. Ja situata aktuale. Rama poston 4 golet e shënuar në miqësorën ndaj Jordanisë. Kombëtarja jon nuk ndalet. Shqipëria shkëlqen me 4 gole në miqësorën e Jordanisë, shënon edhe mbroja. Altin Dumani nuk do të rikandidojë, por prokurorët e Spakut duhet të kenë të drejtë rikandidimi. Me 2028 mbaron mandatin i 11 prokurorëve. Gara për kreun e ri të Spakut, Ambasada e Amerikës, integriteti i procesit i rëndësishëm në luftën kundër krimit. Ben Blushi, si mund të përfitoj Kosova nga deliri i Donald Trump? 200 kg kokain me vlerë 100 milion euro në zemër të Romës. Historia e errët e një 22 vjeçari shqiptar. Edi Rama do të marrë pjesë në protestën mbarkombëtare për drejtësi për UÇK-n në Tiranë më 17 tetor. Kryeprokurori Olsi Çela kundër kodit të ri penal. Nuk ka asnjë argument, as nevojë shoqërore. Decentralizimi është i tepruar. Janë shkrime që vinë në gazetën Koha Jon në versionin online. Gazeta Koha që del në Prishtinë, edhe auditori brendshëm konstaton se u blen më shtrenjtë pajisjet për të paralizuarit. Nga Enver Robelli botohet opinioni me titull Ju flet Aleksandr Vučić, komandanti suprem i teorive të komplotit. Salihu, Partia Demokratike e Kosovës mund të shkojë në tavolinë vetëvendosjes me 2 koalicione.
Fundi i muzikës pa para. Shoqata lançohet si fillimi një epoke të re. Canhasi, mënyra shumë origjinale e komunikimit nga Ladrovsi nxiti për kraje të madhe. Lëkundet monopoli listës serbe. Kurti pa nxitim për qeverin, fokusin e ka te balotazhi. Në Prishtinë po Dujev dhe Klokotër i nis numërimi. Në 3 komuna të tjera procesi ka përfunduar. Fondi Monetar Ndërkombëtar parasheh rritje ekonomike 3.9% në Kosovë. Janë shkrimet që vinë në gazetën Koha që del në Prishtinë. Gazeta Koha që del në Maqedoninë e Veriut sjell atmosferën e zgjedhjeve atje, por edhe mjaft të shkrime. Kemi një problem me ngadalësinë e internetit në hapjen e faqeve në mëngjesin e ditës sotme. Vazhdoj me gazetën Liberale. Klevis Balliu në Komisionin e Ligjeve. Me drejtsinë e re preken të gjithë përveç Edi Ramës. Altin Domani mohon lidhjet me McGonigal. Asnjëherë nuk kem takuar me të. Për herë të parë dëgjova emrin në 2023. Shqipëria dëfrer nga Jordanis. Fiton me përmbysjen miqësore. Vrasja e gjyqtarit Kalaja, apeli shpallvend të lirë pune për roje të dera. Janë në shkrime që vinë në gazetën Liberale si informacione më të fundit. Gazeta Durrës Bulevard, informacione më të fundit, Altin Domani, mos mashtro, ke 3.000 varre të shitura në Durrës. Altin Domani nxit qytetarët të denoncojnë korrupsionin në rrugë anonime. Pasojat e humbjes me Kosovën, Suedia shkarkon një trajner. Buxheti në 9 muajt e parë 2025 shpërthejnë të ardhurat. Naureda Lagami kërkon gjykatës kushtetuese ta zgjedhë si anëtare. Qytetarët njoftojnë protestë pas sekuestrimit të monopatinave nga policia. Janë shkrime që vijnë në gazetën Bulevard në versionin e saj online. Gazeta Durrës Lajm, portali Durrës Lajm, plan i ri për menaxhimin e trafikut në autostradën Tiranë-Durrës. Autoriteti rrugor shqiptar, bllokimi do të bëhet natën nga ora 23 deri në 6 të mëngjesit. Dumani, hetimet për ekoparkun drejt përfundimit, ndërsa porti i Durrësit në hetim paraprak. Ndalohet nga policia e Durrësit bashkëpunëtori Aldo Avdylejt. Me pankarta në duar, 74 familje dursake protestojnë para selisë së fondacionit që ka bërë projektin. Stop Tidit në Durrës është motivi i protestës së tyre në ditën e djeshme me kronikën që vjen në mëngjesin e sotëm në Durrës Lajm. Kalojmë tani në disa lajme sportive nëpërmjet rubrikës Lajmet e fundit të Panoramës Sport, të pasmet në plan të parë dhe foto me plis. Eriona Sulejmani feston me postime të nxehta. Botrori 2026, lista e pjesëmarrësve po plotësohet. Mësoni emrat e 28 ekipeve të kualifikuara për fazën finale të turneut. Ka thyer çdo rekord në 9 javët e para. Shifrat e Mbappes të Reali janë të frikshme. Agenda e Shqipërisë, gjithçka në lojë në 2 ndeshjet e fundit për të lënë pas Serbin mund të duhet edhe nder nga Anglia. Retegui në gjurmët e Inzaghi dhe Del Pietros. Gattuso bëhet trajneri i 5 në historinë e Italisë, janë në shkrime që vinë në lajmet të fundit nëpërmjet gazetës Panorama Sport. Ne kemi si kështu informacione më të fundit përmes disa prej gazetave dhe portaleve online, dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin tonë të telefonit 045 620 601 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Por më parë do ftoj regjin të transmetojë një pllok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.